Në ditën e gruas, 8 marsit, Ministria e Punëve të Brendshme publikoi të dhëna shqetësuese për dhunë në familje. Për vetëm 2 javë, MVB ka paraqitur 21 kallëzime penale për vepra që lidhen me dhunë në familje dhe 5 kallëzime me bazë gjinore. Në të 5 rastet janë shqiptuar masa paraburgimi. Ministria e Brendshme njoftoi se 2 javët e fundit janë paraqitur 21 kallëzime për 25 vepra penale që lidhen me dhunë në familje, prej të cilave 5 kallëzime penale janë paraqitur me procedurë të shpejtuar. Në SBB Shkup janë paraqitur 5 kallëzime penale me bazë gjinore, prej të cilave 3 janë për rrezikim të sigurisë dhe 2 për veprën penale për ndjekje, ndërsa janë caktuar 5 masa paraburgimi si dhe 1 masë kujdesi. Numri më i madh i veprave penale për dhunë në familje janë rrezikimi i sigurisë 11, kurse 10 janë vepra penale dëmtime trupore, ndërsa nga 1 vepër penale është regjistruar për dëmtime të rënda trupore, mos kryerje të vendimit gjyqësor, privimi paligjshëm i lirisë, tentim për vrasje, sulm seksual dhe përdhunim. MVB njofton se për veprën penale tentim për vrasje në Shkup para disa ditësh, autori është privuar nga liria dhe thonë se po merren masa të intensifikuara për dokumentimin e plot dhe për mbyllje me padi adekuate penale. Në SBB Shkup janë paraqitur 5 kallëzime penale për veprën penale, tentim për vrasje, në SBB Kumanov 2, në SBB Shtip 3, në SBB Ohër 4, SBB Strumic 5 dhe nga 1 në SBB Tetov dhe Veles. Ndërkaq bëjnë me dije se për 2 javë në të gjithë territorin e shtetit janë paraqitur 39 ngjarje që lidhen me vepra penale dhunë në familje dhe 63 ankesa për dhunë në familje.